Këto ishin pamjet të cilat televizioni 6+1 Vlora i solli si një vëzhgim një ditë më parë në lagjen 10 Korriku në zonën paralel me Lungomaren. Në një kohë që kemi hyrë në sezonin turistik, bizneset përgjatë Bregdetit dhe zonat turistike duhet të edukohen me orarin e përcaktuar të depozitimit të mbetjeve dhe jo t'i hedhin ato me orare pa orar. Depozitimi i mbetjeve solli këtë situatë problematike, por gjatë kësaj të mërkure ka ardhur reagimi. Sikundur po ndiqni pamjet në ekran, ndërmarrja e pastrimit u angazhua për të pastruar këtë territor që ndodhet vetëm pak metra nga Bregdeti i Vlorës. Jo vetëm mbetje urbane, por edhe ato të peshkut të hedhura në këtë zonë, që sjellin kështu njerë të pakëndshme për të gjithë territorin, banorët, por edhe pushuesit që akomodohen në këto ambiente, por edhe në këtë territor. Në brendësi të kësaj lagje, pikërisht në këtë zonë, firmat e ndërtimit, por edhe bizneset që ushtrojnë këtu aktivitetin, kishin hedhur dhe depozituar jashtë kontenjerve lloj-lloj mbeturinash deri dhe tek ato inerte. Por gjatë kësaj të mërkure, ndërmarrja e pastrimit nisur edhe nga lajmi transmetuar një ditë më parë nga televizioni 6+1 Vlora, ka reaguar pozitivisht për të bërë të mundur pastrimin e këtyre mbetjeve. Gjithsesi, thirrja mbetet e qartë për bizneset, por edhe qytetarët që banojnë në këtë lagje, por edhe në zonat të tjera të qytetit që t'i hedhin mbeturinat në kontenjer dhe jo jashtë tyre. Madje, mbeturinat të cilat janë urbane duhet t'jedhen pikërisht në këto zonat të përcaktuara për grumbullimin e tyre, ndërsa inertet nuk kanë vend këtu. Por duket se këtë gjë nuk e respektojnë qytetarët dhe bizneset e këtij bloku banimi në lagjen 10 Korriku, ku në këto kontenjer hedhin lloj-lloj mbeturinash.